laboratori rus i epokës sovjetike ku mbahet arsenali i armëve biologjike të Putinit, të lis, kolerës dhe të ebolës. Kur e gjithë vëmendja është ke pushtimi i Ukrainës, lufta me tanke, ushtar, raketa dhe armë bërthamore, diçka akoma më e keqe besohet se po përgatitet nga Rusia. Përshëndetje miq të Bëje Vet. Ju ftoj të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë në YouTube. Na ndiqni. Shikim të këndshëm. Ajo është lufta biologjike që nuk e kemi menduar më parë. Lufta me viruse që mund të jetë shumë më shkatërruese dhe vdekjepruese se Covid. E hapur gjatë kulmit të luftës së ftohtë në 1974 si një qendër kërkimore për bioterrorizëm, ajo është ende një nga vendet më të mbrojtura të Rusisë, e rrethuar me tela me gjëmba, me ushtar të armatosur të vendosur përgjithmonë në portat e saj. Qendra, prej 70.000 metra shkatror, është afërsisht e njëjtë me një fushë futbolli dhe është një nga 100 ndërtesat kërkimore dhe administrative në objekt, i njohur në Rusi si Vektor. Ai është një nga vetëm 59 biolaboratorët e sigurisë maksimale në botë, një status që e ndan me Institutin e Virologjisë Wuhan, vendi nga e ka origjinën pandemia e Covid. Vektor ka leje për të trajtuar patogjenët më vdekjeprues në botë dhe punëtorët përgjegjës për studimin e viruseve veshin kostume hazmat me ngjyrë të gjelbër ushtarake me të gjithë trupin. Objekti i fshehtë i nivelit të 4 është vendosur në ultësirën e Siberisë jugperëndimore, në kufirin me Kazakistanin, një nga vendet më të ashpra dhe më të izoluara në tokë, ku temperaturat mund të bien deri në -35 gradë Celsius në dimër. Rusia pretendon se laboratori i përfshirë në prodhimin e armëve biologjike bioarmatimeve, e cila u emërua BioRepart në epokën e luftës së ftohtë. Një raport i Departamentit të Shtetit të SBA-s vitin e kaluar deklaroi se Rusia mban një program sulmues të armëve biologjike dhe është në kundërshtim me detyrimin e saj sipas neneve të parë dhe të dytë të Konventës së Armëve Biologjike. Dokumenti thoshte: çështja e pajtueshmërisë nga Rusia ka qenë shqetësuese për shumë vite. Konventa, e cila detyroi Bashkimin Sovjetik të shpërbëjë zyrtarisht biorepartet, është një traktat ndërkombëtar që ndalon vendet të zhvillojnë dhe grumbullojnë armë biologjike. Agjencia BioRepart, e cila udhëhoqi programin e luftës biologjike të vendit, u themelua në vitin 1974, në të njëjtin vit me laboratorin. Ajo punësoi deri në 40.000 punëtor në 5 institute të fokusuara në ushtri. Objekti Vektor, i cili tani punëson rreth 1/3 e numrit të personelit prej 4.500 që kishte në epokën sovjetike, është një nga 59 laboratorët e sigurisë të nivelit të 4, të vendosura në 23 vende të ndryshme. Objekti më i madh në botë është Instituti i Virologjisë në Wuhan, në Kinë, ku disa besojnë se filloi pandemia e koronavirusit. Ekspertët po bëhen gjithnjë më të shqetësuar për kontrollin dhe menaxhimin e organizimeve të rrezikshme në këto laboratore, me disa paralajmërime se masat e sigurisë nuk janë as pak të mjaftueshme për të parandaluar një pandemi globale të shkaktuar nga viruset e shpëtuar. Vektor është gjithashtu një nga vetëm 2 laboratorët që strehojnë virusin vdekjeprues të kolerës, ndërsa tjetri është qendra për kontrollin dhe mbrojtjen e sëmundjeve në SBA. Ato janë objektet e vetme në botë që lejohen të mbajnë virusin sipas një marrëveshje ndërkombëtare. Të dy inspektohen për siguri nga Organizata Botërore e Shëndetit çdo 2 vjet, me kontrollin e fundit të Institutit Vektor në vitin 2019, përpara fillimit të pandemisë. Rasti i fundit natyral i kolerës është në vitin 1977 dhe në vitin 1980. Organizata Botërore e Shëndetësisë e kishte shpallur atë të zhdukur globalisht. Vlerësohet se kolera ka vrarë deri në 300 milion njerëz në shekullin e 20. Shkencëtarët në laborator kishin armatosur më parë edhe virusin Marburg, i cili vret 88% të njerëzve që infektohen.